garantimin, por njëkohësisht edhe me sigurinë e procesit mësimor, kështu që për përcjell fjalën ministrës së arsimit për të thënë nga këndvështrimi i Ministrisë së Arsimit çfarë duhet patur parasysh tani edhe në vijim lidhur me pikërisht vazhdimin e procesit, por nga ana tjetër edhe sigurinë që është e para në këtë rast për fëmijët dhe nxënësit. Faleminderit kryeministër. Kemi qenë në kontakt jo të përditshëm, por në çdo orë, në mënyrë kapilare me çdo drejtor shkolle në të 1510 shkollat e Shqipërisë në sistemin parauniversitar nga Veriun Jug dhe në kontakt me të gjithë mësuesët nëpërmjet gjithë rrjetit të komunikimit. Praktikisht në raportimin e fundit midis orës 7 edhe 8 të mëngjesit sot, situata është si më poshtë. Në gjithë qarkun e Tiranës mësimi ka filluar rregullisht në të gjitha shkollat. Kemi në qarkun e Durrësit një ndërprerje të përkohshme në rreth 12 shkolla, më së shumti në Krujë, Suks, Katundiri, Durrës dhe në Universitetin Aleksandër Mosiu të Durrësit është ndërprerë mësimi këto 3 ditë, sepse aksesi ka qenë i vështirë, por fal bashkëpunimit me forcat e armatosura, po kthehet gjithçka në normalitet dhe janë njoftuar gjithë studentët që të fillon mësimi normalisht. Në qarkun e Dibrës mësimi gjithashtu vazhdon normalisht, në qarkun e Lezhës dhe të Shkodrës është gjithçka në rregull dhe mësimi ka filluar edhe sot normalisht në të gjitha shkollat. Në më problematike është situata në qarkun Vlorë, Gjirokastër dhe Fier, ku kemi rreth 10 shkolla ku sot kemi pas ndërprerje të përkohshme të kontrolluar. Këtë e bëjmë për, siç e thatë dhe ju, për arsye sigurie. Në radhë të parë për nxënësit, jemi në kontakt me të gjithë mësuesit dhe me të gjithë prindrit, por edhe për ata mësues të cilët ju duhet të bëjnë rrugë nëpër zonat më të thella. Dhe kryesisht ndërprerja është bërë në shkolla ku ka zona të thella, fshatra, shkolla të vogla dhe vazhdojmë të jemi në komunikim me ta. Në qarkun e Vlorës, kryesisht në Borsh, Vlorë, Novosel, Orikum, Ferras, Lushnje dhe në Fier, dhe në qarkun e Gjirokastrës në Ballaban dhe Piskov. Në pjesën tjetër mësimi vazhdon normalisht. Edhe në bashkinë e Gjirokastrës, ku ditën e mërkurë kemi pasur ndërprerje të përkohshme, jo sepse shkollat kishin probleme si objekte, por sepse prurjet e inerteve ishin kaq masive nga malet në rrugët e bashkisë Gjirokastër, kështu që për arsye sigurie u ndërprej përkohësisht, por situata u kthye në normalitet brenda disa orëve fal bashkëpunimit të forcave të armatosura, bashkisë dhe emergjencave civile. Thashin në Lezhë dhe Shkodër gjithçka vazhdon normalisht, në qarkun Korç, Berat dhe Elbasan janë rreth 32 shkolla, në Skrapar, Kolonjë, Librazh, Gramsh, Pogradec, Labinot Mal, të gjitha këto në zonat malore të thella dhe në shkolla vartësie kryesisht që ndodhen në zonat vështira, ku për shkak të ngritjes kemi menduar që të mos rrezikojmë as mësuesët dhe as nxënësit që duhet zhvendosen. Kjo është situata për momentin. Në rang vendi nga 1510 shkolla, rreth 54 shkolla kanë ndërprerje të përkohshme të mësimit sot. E ndjekim në vazhdimsi dhe për fat mirë në raport me shkollat përpara kemi fundjavën, kështu që raportimin e kemi në çdo një orë sot në drejt do t'ju bëjmë dije edhe raportimin final, i ndjekim nxënësit derisa shkojnë gjithë në përshpia dhe mësuesët të gjithë në përshpia me përfundimin e procesit mësimor. Kjo është situata. Faleminderit ministre, duke dashur të marrë shembullin e bllokimit të aksesit në Universitetin Aleksandër Mosiu, dua të ndaj me ata që na ndjekin faktin se për shkak të pranisë vazhdueshme në investimet e bëra në atë zonë, kam parë dhe konstatuar se qoftë në investimin e rindërtimit, qoftë në investimin e akademisë së Manchester Cityt, qoftë në disa investime të tjera publike, është dashur një ngritje e kuotës me shtresa të qëndrueshme inertesh deri në 2 metra në raste të caktuara. Që do thotë që në atë territor kemi
një problematik tejet komplekse për shkak të ndërtimeve nën kuot të zonave informale që e bëjnë praktikisht dhe objektivisht të pamundur që të shmanget pastaj edhe akumulimi i ujit duke u krijuar rezervuare në pikat e banuara, që gjithsesi në këtë rast janë prekur shumë më pak se në të kaluarën, pikërisht fal investimeve të konsiderueshme që ka bërë Bashkia e Durrësit dhe qeveria në mbështetje të Bashkisë së Durrësit. Dua në fund të këtij turi të parë rreth tryezës të jaloj fjalën Ministrit të Financave për të thënë dy fjalë lidhur me punën që njëkohësisht po bën Ministria e Financave që të jetë e përgatitur për të mbështetur financiarisht të gjithë procesin e zhdëmtimeve. Faleminderit kryeministër. Nga ana e Ministrisë Financave, në programin e emergjencave civile kemi parashikuar rreth 30 milion euro, të cilat janë të ndara në shpenzime kapitale për programin e emergjencave civile dhe ka të bëjë me financimin e objekteve apo projekteve të cilat lidhen me parandalimin e fatkeqësive natyrore. Vlera që kemi alokuar për këtë program është rreth 15 milion euro. Nga ana tjetër, kemi planifikuar edhe fondin e kushtëzuar për emergjencat civile, që është rreth 10 milion euro dhe është një transfer e kushtëzuar që menaxhohet nga Ministria e Mbrojtjes dhe do të shpërndahet për njësitë e vetëqeverisjes vendore, sipas një metodologjie dhe e mbështetur në hartën e riskut, që po kryen kjo ministri. Nga ana tjetër, kemi edhe fondin e rezervë të Këshillit Ministrave në vlerën rreth 25 milion euro, e cila mund të vendoset në dispozicion në varësi dhe të vlerësimeve që do të bëhen nga strukturat përkatëse për sa i përket dëmeve të shkaktuara. Sikundër kemi edhe fondin për digat dhe rezervuarët, i cili është një fond për shpenzime kapitale dhe lidhet me financimin e projekteve që lidhen me sigurimin e digave dhe të rezervuarëve. Dhe ky fond është rreth 5 milion euro. Kështu që në total, nëse do të bëni një vlerësim të fondeve që kemi në dispozicion, vlera shkon mbi 50 milion euro që janë të disponueshme për situatën e krijuar aktualisht. Ju faleminderit. Okej, faleminderit ministër. Ne kemi një hartë të qartë veprimi në programin e Shqipërisë 2030 për të rritur rezistencën e infrastrukturës në tërësi karshi këtyre fenomeneve dhe Ministria e Mbrojtjes duke u inkuadruar në kornizën e re të vendosur nga NATO ka pjesë të funksionimit saj edhe elementin e pikërisht qëndrueshmërisë që lidhet drejt për drejt me infrastrukturën kritike dhe këtu jemi në kushtet kur flasim për infrastrukturën kritike, kështu që në bashkëpunimin e ngushtë të Ministrisë Mbrojtjes me Ministrinë e Infrastrukturës apo me Ministrinë e Bujqësisë lidhur me pikat ku duhet të ndërhyrë, do të bëjmë që çfarë është programuar për vitin 2026 të riprogramohet edhe për të adresuar këto pika ku kanë ndodhur dëmtime. Dhe njëkohësisht të vazhdojmë me planin e punës të këtij mandati në mënyrë që të çojmë deri në fund të gjithë procesin e transformimit të kësaj infrastrukture nga një infrastrukturë që deri dje ishte thuajse inekzistente dhe boll shikosh sasinë e hektarëve të mbuluar nga uji sot pas gjithë kësaj lemerie atmosferike dhe sasitë që mbuloheshin nga uji të hektarëve në të kaluarën për të kuptuar
ndryshimin e pakrahasueshëm. Shumë faleminderit. Një cikël i dytë ndërveprimi do të bëhet mes autoriteteve këtu të pranishme dhe kryetarët bashkive, por edhe deputetët janë të mirëpritur të bëjnë konstatimet e tyre, ndërkohë që po e mbyll duke ju kërkuar deputetëve edhe një herë që të jenë të pranishëm në të gjitha zonat e tyre të përkujdesjes ndaj njerëzve, jo zgjedhësve, po njerëzve, pa dallim, dhe të bashkëpunojnë ngushtësisht me kryetarët e bashkive dhe me strukturat në territor për të bërë të mundur që gjithë procesi i zhvendimit të jetë një proces sa më i plot, sa më i drejtë dhe sa më efikas.